pas arritjes së një marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit. Nga foltorja e kuvendit, deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës paralajmëruan hapa për mbrojtjen e demokracisë dhe të kushtetutës. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Arjan Tahiri e quajti lëvizjen vetëvendosje organizat banditeske, meqense partia e kryeministrit në detyrë ka vendosur që seanca konstituive të mos vazhdoj pa një marrëveshje paraprake për presidentin, për zgjedhjen e të cilit është përcaktuar një afat kushtetues 60 ditor, i cili fillon të rrjedh vetëm pasi të konstituohet kuvendi. Është një ditë që publiku në qytetarët e Republikës Kosovës janë duke parë se dyert e kuvendit Kosovës po mbyllen dhe kuvendi Kosovës po bllokohet. Organizat banditeske e cila është e veshur me petkun e pushtetit dhe përmes pushtetit pretendon në rang të kushtetues dhe pretendon me fuqi shoqërinë tonë në tonë në një anarki të plot. Atyre u janë bashkuar edhe deputet Aleancës, ku shefi grupit parlamentar të kësaj partie Besnik Tahiri, mos thirrjen e seancës konstituive të legjislaturës së 11 e konsiderojnë si cënim të sovranitetit dhe rendit kushtetues. Sovraniteti i takon popullit, i takon institucionet zgjedhura dhe ne që jemi këtu që po jemi të zgjedhur. Bllokimi i kuvendit Kosovës është cënim i sovranitetit, rendit kushtetues dhe demokracisë. Ne nuk do të lejojmë në asnjë formë, në asnjë mënyrë që të vënohet e drejta e qytetarëve. Në sallë ndodhej edhe deputeti i lëvizjes vetëvendosje Vigan Qorolli, i cili ishte i pranishëm në kuvend për shkak të vizitave të fundit nga mërgjimtarët. Qorolli foli për situatën rreth seancës konstituive, duke thënë se ajo do të thirret vetëm pasi të arrihet një marrëveshje politike mes partive. Seanca do thirret vetëm në momentin kur ketë marrëveshje politike, sepse thirrja e seancës pa marrëveshje politike nuk kupton që Kosova shkon me automatizëm në zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilat janë të panevojshme, kemi bërë të qartë dhe të padëshirueshme edhe për ne edhe për popullin e Kosovës. Në këtë rast, në momentin kur ketë një marrëveshje politike, kryeministri Kurti po bën përpjekje të jashtëzakonshme. Teksa u rikthye në sallë sërish, ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu është pyetur nëse ka pasur takim mes kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku. Ajo tha se Kurti vazhdimisht ka bërë ftesa për opozitën. Përveç kësaj, Haxhiu nuk la pa kritikuar edhe reagimet e opozitës. Opozita i proteston edhe mërgatës, opozita i proteston edhe të rinjve të rejave tona, por kur s'ka kauz, vazhdojnë me veprime të tilla të cilat janë të pajustifikueshme. Mu vjen shumë keq sepse të hënën, të martën dhe të mërkurën janë ditët që kuvendi ka hap dyert për mërgatën tonë, por ja që opozita po tenton që të bëjë veprime të tilla vetëm që të pengoj aktivitetet e kuvendit të Republikës Kosovës. Ndër të tjera, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Blerta Deliu Kodra ka thënë se kjo parti do t'i vazhdoj përpjekjet për ta rikthyer sipas saj rendin kushtetues në Kosovë. Partia Demokratike e Kosovës do të jetë përdit në kuvend, do të jemi edhe sot brenda kuvendit për të bërë thirrje dhe po e përsëris, po i bëjmë edhe sot nga kjo foltore e kuvendit thirrje kryesuesit të seancës plenare, zotit Avni Dehari, që ta thërras seancën plenare si që obligon rregulloria e punës së kuvendit. Me kërkesë të kryeministrit në detyrë, kryetari të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, seanca konstituive e kuvendit që nisi më 6 korrik është ndërprer 2 herë radhazi. Ai nuk e ka propozuar kandidatin për krye parlamentar, siç kërkohet me kushtetut, pasi e konsideron të padobishme që të zgjidhet krye parlamentari dhe nënkryetarët pa një marrëveshje paraprake për zgjedhjen e presidentit. Sipas një aktgjykimi të gjykatës kushtetuese, të premtën e kaluar në mesnat ka përfunduar afati për konstituimin e kuvendit.